Përshëndetje. Sot sistemi I pensioneve mbështetet kryesisht te kontributet mbi punën. Dhe shteti plotëson një pjesë të konsiderueshme të nevojave dhe ka arritur pensionet në nivelin që janë aktualisht. Ideja që propozon kumbaraja e pensioneve është e thjeshtë dhe logjike. Financimi I pensioneve të bëhet nga një bazë më e gjerë ekonomike nga konsumi, që përfshin një aktivitet më të gjerë ekonomik. Kjo do të sjellë uljen e barës së punësimit, frymarrjen në biznes, mundësinë për të rritur pagat dhe për të krijuar një sistem të qëndrueshëm në kohë. Arsyet pse duhet që në ekonominë e shekullit të 21 të gjejmë burime të tjera financimi për pensionet, I kam sqaruar disa herë. Këtu duhet të ndalem në një pyetje që më është drejtuar nga ekonomist me përvojë, kompetent në temën në fjalë. Përse pensionet duhet jenë të barabarta? E kuptoj thellësisht këtë pyetje. Për shumë vite e kemi lidhur pensionin me kontributin individual, pra me vitet që kemi punuar dhe me parat që kemi paguar. Përgjigjja është e thjeshtë. Sistemi që propozojmë nuk është më kontributiv, sepse zvogëlohet vazhdimisht numri I punonjësve që ftohet që me kontributet e tyre të mund të mbajnë në këmbë sistemin aktual. Në epokën e inteligjencës artificiale, të robotikës, të teknologjisë, mund të prodhohet shumë më tepër, mund të krijohet pasuri shumë më tepër, me pjesëmarrjen e më pak punonjësve. Gjithashtu, ka ndryshuar edhe mënyra e punësimit. Prandaj, është më e drejtë, edhe nga pikpamja ekonomike, edhe nga pikpamja sociale, që pensionet të financiohet nga një bazë më e gjerë ekonomike. Një pension bazë I barabartë nuk pengon askënd që në mënyrë private të mund të plotësojë nevojat e veta. Le ta shohim më thjesht. Cikli I jetës është I njohur. Lindim, arritemi, shkollohemi, punojmë, krijojmë familje, kontribuojmë në shoqëri. Një shoqëri serioze do duhet të garantojë dinjitet për moshën e tretë. Jo si lëmosh, jo për mëshirë, është për detyrë. Sepse, kur jemi të rinj, shoqëria kërkon energjinë tonë. Kur plakemi, duhet të garantoj dinjitetin tonë. Kumbaraja e pensioneve propozon një mënyrë konkrete për të kuptuar drejtësinë dhe solidaritetin ndërmjet brezave, duke bashkuar punën, konsumin, teknologjinë në një ekuilibër të ri shoqëror. Ju falemnderit.